Gonzato që po sqaron edhe detaje sa i takon progresi raportit 2025 për Shqipërinë. Raporti thekson nevojën që ligji i ardhshëm për barazinë gjinore të ruajë nivel të lartë ambicie në përputhje me standardet e BE-s. Duhet gjithashtu që të vijojnë përpjekjet për luftën kundër dhunës me bazë gjinore dhe për deinstitucionalizimin e fëmijëve në nevojë. Sa u përket të drejtave të pronësisë, nevojiten për parime në regjistrimin fillestar, digitalizimin dhe për kompensimet. E në fund, një fushë e rëndësishme për sa u përket shqetësimeve është liria e shprehjes, ku raporti vren se Shqipëria është mes nivelit të menduruar dhe të caktuar të përgatitjes, por ka bërë në fakt vetëm për parim të kufizuar. Nisja e dialogut të strukturuar, për cilën ne kemi punuar së bashku me Universitetin e Tiranës dhe Këshillin e Europës, si edhe me qeverinë, pra ky dialog i strukturuar ndërmjet institucioneve shqiptarëve dhe aktorëve të medias ka qenë në zhvillim pozitiv, shpifja ende nuk është dekriminalizuar dhe nevojiten përpjekje të mëtejshme për të forcuar pavarësinë dhe pluralizmin e mediave, për të siguruar sigurinë e gazetarëve dhe për të përmirësuar kushtet e tyre të punës. Ne i kemi diskutuar në detaje dhe me ullësi të gjitha këto rekomandive me autoritetet përkatëse në kuadër të negociatave të antarësimit dhe tashmë i bëjmë thirrje Shqipërisë të arrijë përparim të dukshëm në përputhjen e piketave të përkohshme gjatë javëve në vijim, në mënyrë që ky afat ambicioz të mbetet në rrugën e duhur. Dhe në mbyllje, dhe ju kërkoj ndjes që e zgjata kaq shumë, dëshiroj ta mbyll me një rekomandim. Urgjencën e reformave, që kjo nuk duhet të dëmtojë cilësinë e tyre. Dhe çfarë dua të them me këtë? Konsultime domethënëse dhe gjithëpërfshirëse përpara miratimit, të shoqëruara me debate të shëndetshme në kuvent. E them këtë sepse, siç e thekson edhe raporti, antarësimi në BE është një projekt gjithëshoqëror, pasi përfaqëson një zgjedhje për një model shoqëror të bazuar në të drejtat themelore dhe vlera demokratike, të cilat do duhet të përqafojë aktivisht çdo vend, duke përcaktuar kështu të ardhmen e vet. Dhe ky projekt duhet të zotërohet jo vetëm nga qeveria, por edhe nga opozita, qytetarët, shoqëria civile dhe komunitetet vendore. Pra të gjithë kanë rolin e tyre për të ruajtur. Dhe për këtë arsye duhet të ketë edhe legjitimitet demokratik dhe konsensus në të gjithë shoqërinë. Mbi 90% e popullsisë shqiptare dëshiron ta shohë Shqipërinë vendatar të BE-s. Qeveria shqiptare dhe institucionet e saj duhet të përgjigjen kësaj pritshmërie. Bashkimi Evropian dhe delegacioni i saj në Shqipëri, të cilët kam nderin të shërbej, do të vazhdojnë të qëndrojnë krah për krah në këtë rrugtim për ta mbështetur Shqipërinë në rrugtimin e saj, dhe presim me kërshëri vazhdimin e bashkëpunimit të ngushtë me qeverinë dhe me institucionet e tjera, dhe edhe një herë ndjes që u zgjata kaq shumë në fjalën time.